Mirë, çfarë ndodhi në Bruksel? Çfarë është grup kapitulli i 4? Çfarë në pret në vijim? Pse cilësohet një sukses kaq i madh nga Kos? Për gjitha këto pikpyetje do të bashkëbisedoj me kënaqësi me Gent Xhaxhiun. Gent, përshëndes. Faleminderit që gjete kohë. Ilir, përshëndetje, faleminderit për ftesën. Të duket edhe ty si Kos një shpejtësi maramëndse kjo e Shqipërisë drejt udhëtimit të saj në Bashkimin Evropian? Jemi mësuar të shohim Bashkimin Evropian në zgjerime dhe më pashme të ecë me shpejtësinë e një Volvoje, ndërkohë që tashmë është e sigurt që po ecet të paktën me shpejtësinë e një Formule 1. Jam plotësisht dakord me konstatimin e komisioneres Kos dhe jo vetëm të saj, po dhe të gjithë strukturave tjera të Komisionit Evropian, Departamentit të Zgjerimit, Parlamentit Evropian, që procesi i zgjerimit tashmë dhe sidomos ai i negociatave ka hyrë në një tempo jashtëzakonisht të shpejtë, e cila kryesisht ka ardhur për shkak të situatës gjeopolitike dhe nevojës së Unionit për të garantuar zgjerimin e tij si një organizëm i gjallë. Pse ky grup kapitull është i rëndësishëm dhe pse ky grup kapitull ka një rëndësi të veçantë për procesin e integrimit, për arsyeën e thjeshtë se në grup kapitullin në fjalë, pra agjenda e gjelbërt dhe ndërlidhja e qëndrueshme, ose thënë me fjalë më të thjeshta, mjedisi dhe infrastruktura, janë grupuar kapitujt më kompleks të procesit të negociatave. Vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshi dhe Shqipërinë, qëndrojnë tepër mbrapa krahasuar me standardet e Bashkimit Evropian, me mesataren e Bashkimit Evropian, pra nuk po marrin vendet më të zhvilluara, Franca, Belgjika, Gjermania, Austria e tjerë, por në mesataren duke përllogaritur dhe infrastrukturën e vendeve lindore, pra qëndron nën këtë mesatare dhe rrjedhimisht puna përpara është shumë e madhe. Ka një komplikim apo një keq kuptim kur vjen puna tek infrastruktura, sepse pritshmëritë janë që edhe ekspertë të ndryshëm e rekomandojnë këtë që aksesi apo hyrja në Bashkimin Evropian bëhet i mundshëm, duhet që infrastruktura të jetë në atë standard. Në fakt jo. Në fazën e negociatave kërkohet që legjislacioni, politikat dhe strategjitë të infrastrukturës dhe të mjedisit të jenë të njëtrajtësuara 100% me ato të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Është një punë e vështirë, është një punë kolosale, do të jenë 4 grupe negociatore, të cilat Shqipëria do duhet t'i angazhojë dhe grupe të cilat tashmë janë nisur dhe kanë nisur puna dhe do të negociojnë në mënyrë të vazhdueshme, pothuajse të përditshme me Brukselin. Dhe negocim nënkupton shkëmbimi mailesh, takime online, takime në Bruksel, takime në Tiranë, etj. Pyetja që ti ngrite në parashtrimin tuaj, Ilir, sa kohë do të marrë negocimi i këtyre kapitujve? Është e vështirë të thuhet. Flitet që brenda 2 viteve dhe premtimi i komisioneres Kos në forumin e Bledit para pak ditësh ishte që Shqipëria do të jetë antare në vitin 2029 nëse gjithçka ecën sikurse po ecën në këtë moment. Kroacisë ju desh 4 vite të negocionte për këto kapituj, ndoshta Shqipërisë do t'i duhet më pak sepse është një situatë tjetër gjeopolitike, ka një interes tjetër të Unionit për zgjerim. Megjithatë, Kos e mbylli fjalën e saj duke thënë që reformat duhen përmbyllur dhe askush nuk do t'i mbyll sytë në zbatimin e reformave. Qartë, mbas kapitullit 4, çfarë na pret, Genti? Kapitulli 5, ku konsiston? Grup kapitulli 4 që u hap sot është më kompleksi, por me sa duket për Shqipërinë ka rezultuar më kompleks ai që ka mbetur ende pa u hapur, kapitulli i bujqësisë dhe politikave të kohezionit. Politikat e kohezionit janë politikat që vendi ynë do duhet të ndjek për të siguruar një zhvillim të njëjtracuar për të gjitha rajonet e saj. E këtu Shqipëria, sikurse të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, qëndron mbrapa. Ne të gjithë e dimë që zhvillimi ekonomik është kryesisht përreth kryeqytetit, përreth zonave apo rajonit ku kryeqyteti është i vendosur, e megjithatë Bashkimi Evropian kërkon që zhvillimi ekonomik, shpërndarja e ekonomisë në territor të jetë deri diku e njëtrajtësuar. Në këtë kuadër, me hapjen e grup kapitullit fundit, pra politikat e kohezionit dhe bujqësia, Shqipëria do të bëjë do të jetë më afër aksestimit dhe absorbimit të më shumë fondeve nga Bashkimi Evropian, sepse kohezioni, për nëse do dua ta përkthejmë në gjuhën shqipe, është barazimi i standardeve midis rajoneve të ndryshme të një vendi. Qartë. Sfida më e madhe, kemi folur në fakt edhe këtu në studio, Gent, po ndoshta është nevoja që ta ripërsërisim, duke qenë se
Komisionerja Kos, por edhe kryeministri janë optimist se Shqipëria do të vijojë me këtë ritëm. A ka një moment që ndoshta do ta marrë më shumë kohë në gjykimin tënd?